Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam dashuruar me kunatin. Nuk e di nëse mund të quaj dashuri, mëkat apo të çmenduri. Ndoshta është një përzierje të trejave. Nuk e kam menduar kur që do të më ndodhte mua. Unë që gjithmonë kam gjykuar gratë që humbin kontrollin për një ndjenjë. Por jeta më mësoi se gjykimi është i lehtë derisa të vendos në sprov. Jam e martuar prej 7 vitesh me Arionin. Një martesë e qetë, pa shumë pasion, por me respekt dhe stabilitet. Ai është një burr shumë i mirë, i ndershëm, por i ftohtë. Ndjenjat i mban për brënda, fjalët e buta nuk i di dhe përkëdheljet i harron. Unë mësova me këtë mungesë derisa një ditë shtëpia jonë u mbush me një energji të re, kur u kthye vëllai i tij Desi nga Gjermania. Desi ishte ndryshe, kishte një mënyrë të qeshuri që të shkunte shpirtin, një vështrim që të lexonte përtej fjalëve. Në fillim se vura re, e shija si vëllain e burrit tim, një familjar, më shumë se sa një shtëpi. Por dita ditës fillova të ndjeja diçka të çuditshme. Kur ai më fliste, unë ndjeja se po më dëgjonte me vërtetësi si askush tjetër më parë. Kur më falenderonte për diçka të vogël, më dukej sikur më prekte shpirtin. Nuk di në cilin moment ndodhi, ndoshta kur një mbrëmje teksa po pastroj tavolinën, ai më tha: "Nuk duhet të jesh gjithmonë kaq e lodhur." Një fjali shumë e thjeshtë, por e vetmja që më kujtoi se isha njëri, që mund të më shihte dikush përtej rolit të gruas që shërben, që hesht dhe që duron. Ditët kalonin dhe ndjesia për të rritej brenda meje si diçka që nuk mund ta kontrolloja më. Fillova të ndjeja faj edhe kur e shija, ndjeja turp nga vetja. Megjithatë, sa herë që ai hynte në dhomë, ajri më ndryshonte. Zemra më rihte fort dhe duart më dridheshin. E kuptoja që po humbisja kufirin, por ishte si një rënje ngadalt, e butë, që nuk e ndaloja dot. Një mbrëmje pas një darke familjare ishim vetëm në verandë. Ai foli për jetën e tij, për dështimet, për ndjenjen e vetmisë. Unë fola për martesën time, për boshllëkun që ndjeja çdo ditë. Në atë moment nuk ishte fjalë, por vetëm heshtje. Ajo heshtje bëri gjithçka. Nuk e di nëse ishte një gabim, një nevojë për ngrohtësi, apo një çast dobësie, por pas asaj nate asgjë nuk ishte më si më parë. Tani jetoj me një peshë që më ndjek dhe vazhdon të më ndjek çdo ditë. Çdo herë që shoh burrin tim, ndjej një dhimbje në krah haror. Ai nuk di asgjë. Desi është larguar përsëri jashtë, por e di që edhe atje ndjen të njëjtën barr. Asnjë fjali nuk është thënë, por çdo kujtim i asaj nate më ndjek si hije. Në sytë e botës unë jam gruaja e qetë, e përkryer, ajo që kujdeset për familjen. Por brenda meje jam një gruaj që po shpërbëhet ngadalë nga një ndjenjë që nuk duhet të kishte lindur kurrë. E dua unë burrin tim? Patjetër që po. A e urrej unë veten? Ndoshta. Por e di se ajo që ndodhi nuk ishte e thjeshtë. Nuk ishte dëshirë, as tradhti e verbër. Ishte një çast njerëzor, një gruaje të harruar, që dikush e pa për herë të parë si grua dhe jo si hije. Tani nuk e di si të dalë prej kësaj. Nuk e di nëse do të mund të harroj ndonjëherë. Ndoshta jeta do të vazhdoj si më parë. Unë do të jem në të njëjtën shtëpi, me të njëjtin burr, me të njëjtën buzëqeshje të lodhur në fytyrë. Por në brendësi, një pjesë e imja do të mbetet gjithmonë atje. Në atë natë, në atë ndjenjë që nuk duhej të ekzistonte, por që më bëri të ndihesha se jam gjallë.